në kohën e luftës, pas fillimit bombardimeve, Serbia, këto që i qonte në Beograd, ju bënte edhe obduksion në spitalin ushtarak. Viktimat, po. Ishte një mjeko ligjore finlandeze. Kanë qenë dy. Njëra ka qenë Kosovë, që ka bërë obduksione. Këtu kur vinin të vrarit në masakrën e Izbicës, u varrosnin e kutadion. Njëra ka qenë Beograd. Ajo e ka konstatuar në atë kohën e mediat serbe, ne e kemi transmituar në radio-televizionin shqiptar, se në 3 trupa që unë bëra obduksionin nuk gjeta organet mrenshme. Dhe ajo zonjë nuk gjendet më, nuk figuron ku jeton, ku është. Kjo është diçka që e argumenton dyshimin e bazuar se transplant organesh dhe trafikim organesh pikrisht që ka punuar në obduksion në mjekësi ligjore në Beograd. Ajo e ka konstatuar. Viktimave shqiptare, civile. 3 personave që ajo ju ka bërë obduksion nuk ka gjetur në trupin e tyre të vdekur organet e brendshme. Që konfirmon dyshimin se vetë serbët kanë bërë transplant organeve. Dhe jam kanë vesh shqiptarët. Si që thash, historikisht, çfarë kanë bërë me ne. Ku është kjo zoja? Ke informacion? Kjo zoja nuk kam informacion. Unë jam munduar ta gjej, nëpërmjet burimeve nga më të ndryshme, nuk figuron më. Nuk figuron si person që jeton ose në Finland ose në Serbi. Unë e dyshoj shumë, si që kanë kërcënuar Dik Martin pastaj. Jo kërcënuar, vetë serbët, por ata e kanë projektin e tij, kur e kanë detyruar dhe ai ka rëshkit në këtë lloj mashtrimi, ta quajmë mashtrim. Fjala më e butë e mundshme, se mund të ketë qenë edhe pjesë e një projektit paramenduar mirë, po ta zëm se ka rëshkitur. Ai kur e ka kuptuar se mund të eliminohet fizikisht. Nga serbët dhe rusët, po. Këtë e ka identifikuar shërbimi sekret zviceran, ai faktikisht vdiq. A vdiq se shkojnë në një restorant edhe ka mundur dikush nga bija serbe të paguaj një kamarjer, ta helmoj e tjera, këto janë dyshime që duhet verifikuar. Por ai mos flas të vërtetën në tregim. Sonë kom pas informacione, besoj se dhe ju, sa në prillin e vitit kaluar ka dashur me dëshirën e tij të shkoj edhe të dëshmoj në dhomat e specializuara. Po. Unë kam menduar se ai do të kërkonte falje dhe ndoshta do të kërkonte falje. Dhe gjitha këto që kanë qenë edhe protesta. Kjo do ta komprometonte shumë edhe Këshillin e Evropës. Gjithë investimin ndërkombëtar mbi këtë proces. Edhe Këshillin e Evropës. Shumë të drejtësisë. Ju e dini që edhe kryeministri Rama ka bërë një përpjekje në Këshill të Evropës. Po. Dhe ka folë me terma tepër tashme. Po edhe në Këshill të Evropës. Dhe ka kërkuar rividimin e rezolutës, shfuqizimin e saj dhe një kërkim falje të madhe të Këshillit të Evropës si organizmi që mbron drejtat e njeriut në masën 99%. Por kjo s'ka ndodhur.